Po, ajo ka qenë një sfidë vërtet e madhe, ajo ka qenë ndoshta një nga projektet bazike gjatë fushatës për kryetar bashkie, por duhet të them diçka që ne kur kemi ardhur në Shkodër me propozimet, kemi ardhur me një koncept të zhvillimit të Shkodrës rajonal. Pra, ka dy mënyra se si zhvillohen gjërat. Një është në short term, afat shkurtër, punët afat shkurta dhe minjesh që duhet bësh. Një është plani afat gjatë. Të dyja këto duhet të jenë të kombinuara. Pra ti duhet punosh edhe me gjërat të përditshme të nevojave që ka qyteti, ato që thash më përpara, por këto nuk duhet humbësh te këto pa kuptuar se çfarë po bën afat gjatë. Koncepti afat gjatë i qytetit është ai koncepti ku kemi hedhë zhvillimi rajonal, kthimi i Shkodrës në identitetin e saj si qendër rajonale në të gjitha fushat e saj përfshirë ekonominë pa diskutim, kulturën, artin, lidhjet infrastrukturore. Në këtë aspekt, hyrja e Shkodrës, po e marr si shembull, është një nga investimet e mëdha strategjike të qytetit. Pra nuk është si të vogla që kemi bërë, po themi fasadat, edhe trotuaret, edhe ndriçimin, edhe rrugët e biçikletave etj. Është e rëndësishme strategjike. Në kuadrin e këtyre projekteve strategjike hyn hyrja e Shkodrës, po janë një grup projekte strategjike që e bëjnë Shkodrën qendër. Për këtë do të, nëse mund regjia të na ilustroj me hartën e projekteve strategjike të Shkodrës, që janë ju keni dëgjuar së fundit disa ja këtu kemi ne konceptin e qytetit për të qenë qendër rajonale. Këto janë gjithë pikat kryesore të strategjike që ne po punojmë. Përse po marr më të thjeshtën, që është aksi Dukajgjinit, i cili praktikisht po vazhdon me lidhjen deri në Lekbibaj edhe në Gjakov në me rrugëve rurale. Ai krijon një rrjet të vërtet lidhje me pjesën që shkon për nga Gjakova, por në vetvete ai gjithë rrjeti i asaj zone e cila nuk ka qenë në hartën turistike apo në hartën e Shqipërisë fare për arsye të izolimit, rihapet dhe rifutet në Shkodër. Po kemi hekur rrugën Shkodër-Gjakov që doli. Këto janë vendime strategjike, janë pak afatgjatë, por mos harrojmë se në momentin që këto fillojnë, ti e rikthen Shkodrën në qendër. Po është një gjë e madhe, mendosh i lidh Gjakovën për një orë me Shkodrën, pastaj kuptohet me Kosovën. Nuk mund të lëmë pa përmend projektin që po bëjmë tani prapë, që është lidhës për qendrën rajonale, është Shirok-Zogaj, që hap edhe kufirin, fut krajën dhe lidh krajën me gjithë pjesën tjetër, me vetëm në rrugë që do të kalojë nga Shkodra, se ka të pamundur kraja të kalojë, e ka shumë të vështirë për të kaluar për të lidhur me pjesën tjetër, e ka më kollaj të vinë në Shkodër dhe të krijohet tregu në Shkodër rreth i liçenit të vinë në këtë linjë. Sigurisht është autostrada Adriatiko-Joniane, e cila është në proces edhe është në përgatitjen e projektit, ku ne kena integruar me shumë, do të thaj një nga gjërat më të rëndësishme, mund të flasim më vonë, po është bypassi lindor. Pra dalja nga autostrada dhe futja nëpërmjet krijimit të një hyrje të re të Shkodrës, përveç hyrjes që kemi sot, ne dalim me një hyrje tjetër ose hyrje dalje tjetër në bypassin lindor të Shkodrës për të lehtësuar gjithë trafikun edhe problematikën që kemi. Sigurisht është ura e Baçallekut dhe gjithë segmenti që po ndërtohet sot në këtë, sigurisht lidhje tjetër është edhe rruga që përfundoi Elveli Poj-Shëngjin. Pra doja thoja këtë, që gjitha këto strategjikisht, gjithë investimet e mëdha që nuk varen drejt për drejt nga Bashkia e Shkodrës. Këto varen nga bashkëpunimi i qeverisë qendrore me Bashkinë e Shkodrës dhe me donatorët, se një pjesë e tyre janë marrëdhënie të krijuara ose të investimeve në rrafshin e zhvillimit dhe integrimit evropian të Shqipërisë dhe futjes Shkodrës në këtë rrjet. Kështu që ajo si konkluzion do të them që të gjitha rrafshet janë të koordinuara. Puna brenda qytetit, investimet përreth qytetit, hyrja e Shkodrës nuk mund të bësh gjithë zhvillim, nuk mund të pretendosh se nesër je i zhvilluar dhe hyn në rajon dhe i qendër rajoni kur ke një hyrje jo dinjitoze. Prandaj projekti i hyrjes ka qenë shumë i rëndësishëm, ka qenë shumë sfidues dhe unë jam shumë mirënjohës të them të drejtën për mirëkuptimin që kemi gjetë për të bërë një ndërhyrje do të thoya të fortë nga aspektin e shpronësimeve, në aspektin e por ajo nuk është vetëm në këtë koncept, sa është bashkë me konceptin e rikthimit të liçenit, rikthimi i liçenit në një jo vetëm për peshkim, por edhe për turizëm, edhe për
për sporte, e tjera me radhë. Kështu që mendoj që fillimi i këtyre projekteve ka qenë një premtim i dhënë dhe i mbajtur, dhe përtej kësaj dhe disa nga projektet tjera që janë në vazhdime dhe që po punohen, mendoj që janë bërë edhe më shpejt se kanë qenë parashikimet e mia kur i kemi premtuar para 2 vjetëve.